ndonjë formulë që mund të themi që nëse janë çiftet të njëjtit karakter, strukturë të karakterit, mund të funksionojnë mirë. Apo nëse janë të ndryshëm. Disa hulumtime kanë treguar që nëse janë të ndryshëm karakteret, okay, shumë mirë mund të funksionojnë. Por funksionimi i tyre gjithmonë ka me qenë një pjesë pak më dominant. Ose shikoni, unë shpeshherë këtë e quaj kështu me një terminologji pak më ndryshe. Kështu me çifte kur punoj them në jetën bashkëtorë, gjithmonë dikush ka me qenë mësues